that an act of aggression has happened, please. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sulmet izraelite do të shkaktonte ferr për të gjithë rajonin, është shprehur zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Saed Khatibzadeh, në një intervistë për BBC. Ai tha se kjo nuk është lufta e Amerikës. Nëse presidenti i SBA-s Donald Trump përfshihet, ai do të mbahet mend gjithmonë si një president që hyri në një luftë që nuk i përket. Përfshirja e SBA-s do të bënte që agresioni të vijojë dhe do të vononte fundin e mizorive brutale. Deklarata e tij erdhi pasi spitali Soroka në Izraelin jugor u godit gjatë një sulmi me raketa iraniane, ku mbetën të plagosur disa persona. Media shtetërore iraniane raportuan se sulmi kishte në shënjestër një vendodhje ushtarake pranë spitalit dhe jo vetë objektin. Ndërkohë ushtria izraelite bëri të ditur se kishte në shënjestër vendodhjet bërthamore të Iranit. Duke folur për BBC-n, Khatibzadeh këmbguli se diplomacia është opsioni i parë, por tha se ndërsa bombardimet vazhdojnë, nuk mund të fillojmë mas një negociat. Ai i quajti vazhdimisht sulmet e Iranit ndaj Izraelit vetë mbrojtje sipas nenit 51 të kartës së OKB-s dhe tha se ishim në mes të diplomacisë kur nisi një përshkallëzim i madh i konfliktit më 13 qershor, pasi Izraeli nisi sulme ndaj centraleve bërthamore iraniane, duke vrarë disa general të lartë dhe shkencëtar bërthamor. Zëvendës ministri i jashtëm e quajti konfliktin të panevojshëm, duke ju përgjigjur komenteve të përsëritura të Trumpit se konflikti mund të ishte shmangur nëse Irani do të kishte pranuar një marrëveshje bërthamore. Khatibzadeh tha se ata po negocioni ndërsa Izraeli vendosi të sabotonte diskutimet duke nisur sulme ndaj Iranit.